Bashkia e Vlorës po i kushton një rëndësi të veçantë shtimit dhe mirëmbajtjes së hapësirave të gjelbra në qytet. Përmes ndërhyrjeve të vazhdueshme të ndërmarrjes së gjelbërimit, synohet që Vlorës t'i shtojnë gjithnjë më shumë ambientet e dekoruara me bimësi shumëvjeçare, duke krijuar më shumë estetik dhe ajër të pastër për banorët dhe vizitorët. Në zonën e skeles pranë pallat të sportit po vjen puna për habilitimin e lulishteve ekzistuese. Punojësit e gjelbërimit janë duke sistemuar sipërfaqe të gjelbra dhe duke mbjell bimë dekorative, palma dhe lule shumëvjeçare që i rezistojnë kushteve të ndryshme atmosferike. Sipas drejtuesve të ndërmarrjes së gjelbërimit, këtë herë është vendosur të mos përdoren më lule sezonale, të cilat kërkojnë zhvendësim të shpeshtë, por lule gjithvjetore që mbeten të bukura dhe të qëndrueshme gjatë gjithë vitit. Momentalisht jemi duke bërë rehabilitimin e lulishteve. Tani jemi përqendruar tek lulishtja këtu, me fjalë tek këta 12 këndshit. Në çdo kënd do mbillet nga një palëm, që këto kanë mbir vetë, kanë rënë farat, kanë mbir, dhe po i shkulim, do i shpërndajmë, do bëjmë 2 reshta me palma këtu, edhe te pjesa këtu do bëjmë në përkëndet me palma. Pastaj do fillojmë, do rregullojmë lulishtet lart tek pallati i sportit, 4 orët që janë bosh pa lule, do i punojmë, do i sistemojmë, do i mbjellim. Çfarë do të mbjellim? Atje do vjen palma në për meze dhe do shikojmë qa lulesh do mbjellim, po jo lule sezonale. Do mbillen lule që të qëndrojnë gjatë gjithë kohës. Po. Në gjitha lulishtet e qytetit? Në gjitha lulishtet e qytetit. Që sot do vazhdojnë në gjitha lulishtet. Ndërkohë duket që do të shtohen. Po, do shtohen sipërfaqet e lulishteve. Po, dhe do të shtohet dhe numri i palmave. Po, palmave dhe bimëve dekorative. Jo vetëm i palmave, po dhe i bimëve dekorative. Në fazën e ardhshme puna do të përqendrohet edhe në lagjet të tjera të qytetit, ku do të shtohen hapësirat e vogla të gjelbra, bimët dekorative dhe pemët hijedhënëse. Kjo është pjesë e një strategji afatgjatë të bashkisë për të rritur cilësinë e jetesës urbane dhe për ta kthyer qytetin bregdetar në një mjedis më të gjelbër dhe më mikpritës. Ndërhyrjet e këtij lloji sipas autoriteteve jo vetëm përmirësojnë imazhin estetik të qytetit, por ndikojnë edhe në uljen e ndotjes dhe rritjen e ndjesisë së mirë tek qytetarët. Po, në këtë zonë kanë bir vet, sepse kanë rënë farat që nga palma që është aty dhe kanë bir vet. I kemi lënë, nuk i kemi shkulur, që të rriteshin dhe tani ti sistemonim. Sa do të vazhdojë kjo punë? Kjo punë do vazhdojë derisa të mbarojmë sistemimin e gjitha lulishteve. Do të ndërhyret në brendësi të lagjeve? Po, në gjitha lulishtet që ka qyteti. Në gjitha dhe në brendësi. S'mund të flas për te Kalitrojës për shembull, se nuk e di është marrë dorëzim apo jo, që dhe atje ka nevojë për rehabilitim, për të mbjell bar, për të mbjell lule, shkurre, pemë dekorative. Në Vlorë puna për gjelbërimin e hapësirave publike pritet të vijojë edhe gjatë muajve në vijim, me synimin që çdo lagje të ketë më shumë hapësirë të gjelbërt e më pak beton.